Bruno Rotani, përshëndetje. Përshëndetje, Qërqë. Pak ditë më parë, në ceremoninë e Shkodra Sport, u zgjohet si një nga personazhet më të mirë të sportit për vitin 2024, pikërisht prej rezultateve që keni pasur si çdo vit, por edhe në vitin 2024. Natyrisht ka emocione, sa herë që ka një çmim. Patjetër, është një kënaqësi me marrë një vlerësim, sidomos nga gazeta Shkodra Sport, për gjitha rritjet që na kena bë në vitin 2024. Thëmë drejtën, viti 2024 ishte një vit i suksesshëm, duke pasuar vitet e tjera, rezultatet kanë qenë shumë të mira, pjesëmarrja në disa aktivitete të rëndësishme, dhe më e rëndësishme ishte ku Franco bani paraqitjen shumë të mirë në kampionatin botëror, i cili kaloi turin e parë dhe po ashtu edhe në Olimpiadë bani një paraqitje super të mirë, një paraqitje më e mirë e gjitha kohërave për Shqipërinë dhe rezultati po ashtu 10-60, edhe aty kaloi një tur. Them drejtë një vit i suksesshëm. Është emocion kur mbyllet me sukses një vit, me trofe, me punë, me rezultate të mira? Patjetër që është emocion, emocioni është i përditshëm. Çdo ditë stërvitjet janë ata emocionet, si shkon stërvitja, janë gjitha emocione kur përgatitesh për aktivitetet e rrallës dhe them drejtën kena pas shumë aktivitete. Vështirësia qëndron sepse kushtet janë të vështira, por gjithsesi na kena vazhdu me punë dhe asnjëherë nuk kena dalë përballë pengesave që kena pas. Kam pas një intervistë dhe Franco, thotë që është shumë e vështirë në krahasim me sportistët e vendeve të tjera, pavarësisht se në pistë konkurrojnë dhe duhem të jenë barabartë, por ne jemi shumë larg atyre. Patjetër që jena shumë larg në gjitha aspektet, si në aspektet financiare, po ashtu dhe në aspektet e kushtet e stërvitjes, jena larg, sepse ne momentalisht nuk kena një palestër që mundena mu stërvit. Dhe për këtë arsye na duhet me lëviz në për palestra të ndryshme, me shku me vazhdu me stërvit force, një komponent që është shumë i rëndësishëm për ne. Po ashtu s'kena një sallë të mbyllur, e cila është e nevojshme për periudhën e dimrit. Gjithashtu s'kena një mundësi për me marrë pjesë në grumullime në vendet e nxehta periudhën e dimrit, që ajo është shumë e rëndësishme për arritjen e rezultateve. Por kjo nuk na ka pengu ne që me vazhdu stërvitjen dhe me kalu gjitha pengesat dhe në rajon dhe ma gjanë na kena ba një paraqitje shumë të mirë ku kena kalu shumë atlet të vendeve të ndryshme, edhe pse me kushte shumë më të mira. Ndër mungesat kryesore tonë është mungesë një palestre, po në fakt sa kushton për të bërë një palestër, për plotësuar kushtet një sportist elitar, dhe jo vetëm një sportist, edhe për sportistët e tjerë. Po ajo vlen për gjithë sportistët që aderojnë tek atletik vllaznia. Nuk është një investim shumë i madh sepse ne e kemi vendin Kampatën që e kemi në përdorim nga bashkia. Është një investim shumë i vogël ku ne nevojiten vetëm boshtet olimpike dhe peshat, cilat janë specifike, siç i ka sporti i peshngritjes, disa pedana dhe disa gjana krejt elementare që ne me vazhdu stërvitjen normalisht. Bruno, po bëhen disa vite që jeni pjesë e trajnimit. Mendoni një herë që i mërzitet natyrisht nga gjëra që nuk shkojnë, pse merrem me këtë sport, i keni thënë vetes? Patjetër që ka momente që a ditë njeriu mërzitet sepse këtu diskutohet për gjana thjeshta, gjana minimale që duhet të ishin të plotësuar me kohë. Por pasioni dhe dëshira të bajnë mu rikthye edhe i herë aty ku duhet në vendin e punës. Sepse unë jam qysh në moshën 13 vjeçare,
jam pranë sportit atletikës, fillimisht si atlet, me pas si trajner, por dua të them që është një punë shumë voluminoze, një punë shumë e vështirë, një punë që don angazhimin gjithë kohës. Nuk ka një orar caktuar që marrova stërvitjen 2-3 orë, 4 orë edhe marroj për sot. Gjithmonë duhet me kanë angazhum për sportistat, për problemet që kanë, problemet e dëmtimeve, problemet e tjera në jetë. Dhe tham drejtën është një punë që të nep satisfaksion, por nga një herë edhe na njerëz jena mërzitena për ndonjë problem, sidomos për problemet financiare ose problemet e mospasjes të mundësisë me bë një stërvitje siç duhet dhe siç e meritojmë. Por besoj që ka pasur momente kur keni thënë që po, unë jam i lumtur, sepse arritët diçka që kam dëshiruar. Patjetër. Unë tham drejtën qysh kur kam vazhdu punën si trajner, kam bë një punë vetë mohuese, nuk kam pyet kur për orën, sa ka shku ora, gjithmonë kena vazhdu stërvitjet me orë të zgjatuna dhe me disa seanca në ditë. Por të them drejtën, jam i gëzuar dhe jam i lumtur për atë që unë kam dhënë dhe që kam kontribuar. Dhe kënaqësia është kur thehen rekordet dhe nuk janë pak, janë rreth 10 rekorde që kemi thyer bashkë me Franco Burraj. Unë si trajner jam shumë i gëzuar dhe i emocionuar për këtë arritje. Po ashtu dhe me medalje ndërkombëtare, gjatë që më bën me bë punën time me kënaqësi. E bën punën me kënaqësi, por në fakt duket që trajneri në Shqipëri nuk vlerësohet ashtu siç duhet. Këtë e mbështes tek mungesa juaj para sportistëve Franco Burraj në Olimpiadën e Parisit, apo ndoshta gjëja më e thjeshtë, pak më parë kur u zhvillua edhe ceremonia e më të mirëve të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, ku sërish nuk keni një ftesë. Patjetër, kjo ka qenë një diçka që ka vazhdu nër vite. Trajnerët janë lënë masdoret në disa aktivitete, në disa ceremoni dhe është për të ardhur keq sepse trajneri, sidomos në gjitha rastet, por në rastin tim unë kam bërë një punë vetë mohuese që këto arritje dhe këto rezultate t'jenë sot me Franco Burraj. Por kjo nuk do të thotë që unë do të nalem, sepse na dina vendin se ku jetojmë dhe i dina problematikat dhe nuk më bën nej përshtypje të madhe sepse unë mësume me këta gjana edhe do të vazhdoj punën dhe sa më shumë kena rezultate dhe suksese në të ardhmen. Bruno, një nga arsyet e emërtimit më të mirët të anketës së Shkodra Sport, duke përfshirë së bashku trajner, sportist, ekip sporti, mund të jetë edhe një gazetar, mund të jetë edhe një arbitër apo diçka tjetër, sepse nuk duhet të ketë ndësi. Më të mirët duhet të jetë më të mirët. Pavarësisht që dikush ndalet tek sportisti, dikush ndalet trajneri. Më të mirët duhen vlerësuar të gjithë dhe besoj që edhe trajnerët janë shumë të rëndësishëm në sport, sepse nëse nuk kemi trajner të mirë, nuk besoj që do të kemi edhe sportistë mirë dhe ekipe kampione. Patjetër, gjithë janë të rëndësishëm sepse gjithë japin kontribut për qytetin e Shkodrës, si gazetar, si trajner, si sportist e ma gjanë. Unë do të theksoj rolin e trajnerit sepse unë jam në këtë pozicion. Është një punë shumë e madhe sepse vështirësitë ekzistojnë, të rinjt tash sidomos vitet e fundit po largohen nga sporti për arsye të ndryshme, sidomos ekonomike, po largohen edhe nga Shqipëria, kështu që është shumë e vështirë me marrë disa element cilët do të jenë e ardhmja e atletikës. Kjo është një sfidë në vedi për ne trajnerët dhe do të kërkoja pushtetit vendor që të bëjë një politikë
sa më të mirë që sporti në Shkodër të vazhdoj siç është tradita, sepse edhe ne vetëm e kemi të vështirë të realizojmë këtë gjë. Çfarë presim nga atletika shkodrani, nga Bruno Rotani, Franco Burri dhe të tjerët për vitin 2025? Për vitin 2025 përgatitjet vazhdojnë, sapo kemi kaluar fazën përgatitore. Gjendja e ekipit është shumë e mirë. Për vitin 2025 patjetër që do të luftojmë për titullin kampion, gjithashtu edhe për kupën, cilat janë titujt e 29. Për sa i përket Franco Burri ka një formë të mirë, do të ketë një aktivitet tani në Ancona, në Itali, është një garë e rëndësishme. Shpresojmë që do të shkojnë mirë, pastaj kemi aktivitete mallore si Ballkanjada, ka botërorin indoor që do të zhvillohet në Kinë dhe shumë aktivitete të tjera. Shpresoj që të jetë një vit sa më i mirë për atletikën dhe besoj që puna po vazhdon dhe është në një fazë shumë të mirë ku do të ketë rezultate përveç jo vetëm për Franco Burri, por edhe gjithë atletëve të tjerë. Përmendet numrin e madh të titujve kampion të Kupave të Republikës, duket që po i bëni një nder të madh atletikës shkodrani dhe emrit vllaznisë, ju bashkë me kolegët trajnerë dhe sportistët. Dukeni shumë të lidhur dhe të motivuar për të thyer rekorde edhe sa takon titujt fituar të atletikës shkodrane dhe shqiptare. Patjetër, ne thjesht kena vazhdu, domethënë kena marrë stafetën, sepse disa tituj janë marrë nga trajnerët tonë, dhe kena vazhdu domethënë punën dhe traditën që ka pas gjithmonë Shkodra, dhe kjo është një kënaqësi për gjithë ne trajnerët që po arrim me majtë sportin e atletikës në maje, dhe jo më kot ne kemi më shumë tituj se gjitha sportet në Shkodër. Por kjo nuk do të thotë që duhet nalemi se punuari, por duhet punojmë më shumë që përveç titujve të kemi edhe rezultate të rëndësishme, rezultate të nivelit ndërkombëtar. Një urim i Bruno Rotanit për sportin shkodran për vitin e ri. Atëherë për vitin e ri do të uroja gjithë sportistëve dhe trajnerëve që të kenë sa më shumë rezultate, por para rezultateve që të bëjnë sa më shumë punë, sepse me punë pak nuk ka as rezultate, por që të fillimisht bëjnë shumë punë, pastaj të kenë edhe rezultate. Edhe shpresojmë që në këtë vit ketë një vëmendje më të shtume prej bashkisë për sportet në përgjithësi dhe në veçanti për ata që meritojnë më shumë. Dhe për gjithë komunitetin e sportit të kenë një vit sa më të mirë. Faleminderit, Bruno Rotani. Faleminderit.